Saron, mirë se erdhe. Mirë se gjitha. Knatësi me të rinë studio. E dashur, faleminderit shumë për kohën. Hajde të lutem, trajtuemi të studio. Që është vendi për ty? Si të ka, mirë je? Mirë, faleminderit. Kur na ke ardhur në Kosovë? Jam marrë me 26-ën. Me 26, okej. Besoj do të rish për ca ditë? Janë më të shpeshta kohëve të fundit ardhjet e tua këtu, apo? Kanë më kanë, ama momentalisht dhe i shtunën jam këtu. Momentalisht dhe i shtunën, për pak s'po votojshe. Apo të mbetet me rak? Pak po, në fakt se këmë ditë që është bashkë, se i kisha shti një ditë rritë. A i kisha shty për zjedhja, a je kështu e regullt? E regullt nuk jam, ama mas i kesh Kosovë, thash... Po pra, për një ditë, pra normal për shtetin tem. Okej, mu më vjen shumë mirë që të kam këtu. Në fakt, ne po takohemi 2 herë në emisionin tonë, veç se këtë herë fizikisht të kam përballë, para 2 viteve në mos gaboj, ose ma tepër, 2 vite e gjysmë. Jemi taku bashkë për mes lidhjes direkte që kemi realizu. Një kohë ku me shëndetje nuk ishte dhe pesh mirë, sot më vjen mirë që të shra të fort edhe që na ke ardhë këtu në studio. Ku do gjej ma shumë vera? Në Suedi, në Kosovë? Në Suedi. Atje keme qena verës, a? Po prap do vija pet në Kosovë, ama për një kohë ma të shkurt. Okej, qysh kalohet zakonisht vera në Suedi? Qka ka gjana interesante që ty të pëlqejnë edhe ta jepi një farloj qëtësi, që shdo njeri besoj e kërkon gjatë verës. Allah qëtësin ma je veç Kosova. Apo, ati pushon shpirti. Qëto di që ishëm më flenë zemra. Ama në Suedi, s'po di që më të thonë. S'kam fërë që ka thonë, se nuk më pëlqen. Veç që thasht edhe familjen e kreti kem aty, edhe normal që jetoj në Suedi. A ka një gjatë që të pak të një gjatë, Suedia është një nga shtetet... Për familje është shumë e mirë, se kujdesin shumë për fëmije, për këto po, përderisa edhe kam 2 fëmijë që din, për ashtu është mirë. Sa janë të lidhën fëmijët me Kosovën? Janë të lidhën, ama jo edhe shumë se s'janë kanë edhe shumë herë në Kosovë. Janë kanë që kjo është 4-ta herë që vinë. E 4-ta herë? Po, ama e dojnë se unë shumë foli për Kosovë. Mos më haru venën e vetë. Ju tregon gjithmonë për Kosovën, për fshatin tënd, a ju fletë për Lubishtë? Po, edhe jena kanë Lubishtë. A tregon bakë që ka dukë kur kanë shku për jetë farë? Mirë, interesant, edhe na se edhe në Suedi shka i zakonisht natyrë, koka. Po. Edhe tash kur kem Lubishtë, i pëlqej shumë si jam mësu. Tash me pa natyrë. E jo da ki interesant. Ju ka dukë si ricopë e Suedis, a? E ka tonë, sa të s'kam po ka tonë ta manë që shoshtë. Mirë ju ka dukë, se edhe shku me e morëm da ujë, uja Lubishtës, s'ka. Edhe pu i ka dukë shumë mirë. Qysh janë me Shqipen, a e flasin mirë? Qika ma shumë, djallit e kuptam, po me full pak i vje mazar. Po, është normale, se janë edhe të vegjel, edhe me siguri është kjo... Te fëmijët është kjo problemi, kur fillojnë me imësu të 2 gjuhët njëjtën kohë, ka raste që më pas njënën ngeci, nuk janë edhe shumë të mirë. Qka ju pëlqen atyre prej traditave tona shqiptare, prej ushqimeve? A ju gatun të ushqime tona tradicionale? I kanë qef, djalli gati tanat, fasole, flije, qëto shka janë, pite, tanat i hanë, edhe i ka qef, edhe qika. Ama për kështë shë gjizën, për shambull, djalli nuk e hanë, po qika e hanë shumë. I ke mësu pra kryesisht me këto ushqime? Po, na edhe atje e bajna. Edhe ti besoj si gjithë familje shqiptare jeni ushqyme to. Ti e rrit një familje të madhe këtu në Kosovë, a? Po. Qërë kujtive është ki prej asaj kohë? Une, Sa fëmijë jeni si me pas, na ime 6 fëmijë. 6 fëmijë? Një vllaj kam hasret edhe 4 motra i kam. Okej. Une i kom pas 10 muj, kër jemi dalë në Suedi, ama na vetëm vetë kina ardhë në Kosovë. Kështë që une kam kujtime shumë të mira, kom nejtë mas shumë të dojtë, ne? Që ka dojve, a? Po, edhe një teze, që aty mas shumë të si jam kanë mosanike me qikën e tezës tem. E une në katon, mas shumë të i kom nejtë, kër po morë Kosovë. A të mungon diçka prej këtyre viteve? O mungon, shumë o mungon ato vite. Sa atëherë ishëm më të ledhë, i qysh tanë, tash këtë kanë dalë në për gërbete, nuk është një saj. A e këna si kur shkëshet të dojtë,
Krishtrejshë dëshek të ketë, ka 20 vetë, të fshetë një dhomë, diqish knatësi. Unë për vetin në Suedi e bëj, si thiri thmit e motrave dhe të vllaut, edhe bëj si kur të dojtë kër shkojshim. I kthehesh atyre kujtimeve. A ke ndonjë person që e ke humbë gjatë këtyre viteve sa rande dhe që ke qenë shumë e lidhur ti me te? Po, migjën tem. Vjen shumë keq. Me ata jam kanë shumë e lidhë edhe kom desht si babën tem. Shumë, se kur s'ma ka frish. E o kanë shumë e lidhë me mu. Edhe ajmë më ka desh mas shumë ti. Po, fatë keq, nuk e kam. Vjen shumë keq. A ishe këtu të pakten kur ndrojet, ose a e takove në... Jo, një vit për para e pata taku. Edhe s'mujta me taku më. Vjen shumë keq për këto edhe për humbjet që gjithë cili është si duket procesi i jetës që duhet të pajtu me të. Edhe dojën ashtu e kom pas shumë ofër zemre. Po, edhe ai shkaj në la, i ri. Vjen shumë keq, sidomos këto në moshë të re, sinqerisht lajnë një dhimbje shumë të madhe. Ti me muzikën, e ke dashur edhe si e vogël? Po, a ke këndu edhe si e vogël? Po, valla gjithë, bili i pengajsh atomve, se kërësha, këshkajsha. E mu së më interesoj kjo fort. E kisha dashnin teme në muzike, knajsha ta në kohën, në dhomë, shkajsha për shumë, shkajsha muzikën, sa mu isha, dhe knajsha. Qarë këngësh ma shumë, se di që më duket edhe babi është marrë me muzika? Po mendoj, ka këndu? Kënan, po, kënan e ka zanin, ama ka po pak humor kështet me Sabrinë, ma jo që me dalë... Jo profesionalisht. Jo profesional, jo. E ka pas kështë marak, po aje ka këqyrë për më naqit neve në Suedi me pas një jetë matë mirë. Shtë që aje s'ka hinë kur taman. Ama me kënu kënan. Duke që prej ti e ki ma shumë këtë dashnin për muzikën. Sa që ke qenë 10 muajshe kur familja ka shku në Suedi, ti e vogël, ndoshta s'ke shumë kujtime të fillimit, po qka të kanë tregu prend, qka të kanë tregu antarë tjerë familjes, qysh i kanë kalu ato vitet e para në Suedi, a ka qenë shumë vështirë për ta me u integru, me fillu punën, me fillu me u fuqizu ekonomikisht? Po, o kanë shumë vështirë, se të është gjuhën normal se kena ditë, prend të është, nuk e kanë ditë asë gjuhën, asë kur gja, po baba është shumë i gjinshëm. Apo? Po, ati asë nuk i vje mare, për shembol, gjindet për gjithë shka. Baba i ka dhe të vetë në Suedi që i ka pas, që i ka njoftë shoke, të familjes, së më kujtojt, a janë kanë... Ka pas shokë që ju kanë dimu, ka pas po që i kanë dimu, po se na i na kanë një armeni, së di që kanë, ku kanë banu krejt, refugjatë. Edhe tani masa nej, e kena pas marë, ka gja shpesi, i na kanë shumë naltë Suedi, aty gati që zba tërkur. Edhe i na pas dorë këne poshtë ka Evropa, edhe tani që të kena med, po mirë. Zaro kanë tepër, normal si gjuhën, po që shtash, baba i gjinë shumë, aj... Ju ka pri për para, ju ka hapë rrugën. Ti u rrite atje, pra më gjithë shka me shkollim, e bëre në gjuhën suedeze, apo? Po. Apo të fështirë me mbajt edhe gjuhën Shqipe në njëjtën kohë, apo si gjdo prind që i kemi bashkëdhetarët ta njashtë, kujdesen që fëmijëve me ju folë Shqip? Po, ashtu kanë. Në shpes në kanë leju me folë suedesht, vetëm Shqip. Ama... Na, e shtirë së kanë, s'muj me thanë. Se, normal, ati suedishtën paqare e ki për me mësu dhe mëson se e rritën që jam që e vogël. Kur jenë malet e ki për me mësuen. Po, ama Shqipën kam, pak është e komplikune për mu. Mirje, pa merag. Saranda, i përmendëm edhe fëmijët më herët, në cilën moshë jo boti në amë për herët parë? 22. 22 vjeqare. Qysh ka qenë ajo periud për ty? Ti që e ke pas një lindje të vështira? Me qikën se kom pas të vështirë me djallin po. Ama me qikën
s'kam fjallë, s'muj me përshkru. Është shumë një dhërat për Zotit, s'ka dhërat ma të mirë në botë. Se që thëjnë qa kuptimi me jetës. Kuptimi jetës është i vladi. Atëherë edhe në shake kuptimi jetës. Dërsa me djalin, çfarë vështirësi shkalove gjatë lindjes? Ka pas marrë frim. Nuk i kanë ditën se më patëm ledhë shumë doktore, mjek rrethon, s'desha shka të ndodhë. Edhe unë veç ka isha, tha shka baku i kam fëmi, se djalin ma kishin qitë, po të këto në trup ju. E u bona mara kësha u basha s'bajshin zoni herë. Po mas një gjysore, më do këtë 20 minuta gjysore, nuk e di sakt. Ma kam pas pruën, atëherë ja kom një edhe zonin. E nuk i... që atë momenti janë konë... mami më stesha. Se nuk e tisha... apo më shkan, asha po bëhat. Po, dashtë i Zoti. Kur ja dëgjove zonin për herë të parë, si shumë Kum kajtë si thëmija. Edhe ti si ajo? Po me qinona qëtarë, se po më duket shumë, kum pas kajten, se u pa ta gëzu, te për shumë. Edhe në fakt, në pak e kim, po që e kam edhe vlon hasret, edhe kom di që djallë, di që ish, më dake... Pavarësisht, është fëmiu në pyetje, Po, edhe nëna ashtu për është, po. fëmijun, është gjithmonë, është në gjendje të jap edhe jetën. Valla po. Se ti shoj këtë. Gjithsesi, a kishe dikë afër teje që me të ndihmu, me të qëndru afër, me i kalu bashkërit këto sfida? Me qikën janë kanë familjes të shburit, me djalin jam kanë vetë. Kjo, a të ka bo ma të vështirë kjo? Po, o kanë ma i shtirë, po të nesrit me neherë kam pasur familja jeme, kështë që... Të ka ndihmu edhe. Si me dytën, thmine parë, si me dytën janë pasur me neherë të nesrit. Kështë që gjatë spitalit, se tani me neherë jam shku në shpes, si me shku në shpet e nana. Pra, i ke pas afer edhe ata. Se si për pos sfides me djalin, që fatmirësisht është me shëndet ploca, dhe është shumë mirë. Sfida tjetër të erdhi ty direkt me shëndetin. Ne edhe para vitesh që kemi fol bashk, e kemi diskutu gjendjen të ande shëndetësore. Për ata duhet të ripërsërisim edhe për shikuesit, me që nuk kemi qenë kështu fizikisht. Qka ndodhi me ty, Serhan? Më kapi paralizma, pi kukaf të poshtë. E kja ka orë nga ankthe dhe stresi. Në qëfar forme kuptove, pra fillove me ndje lëvizit e trupit tëndë shumë më të ngurta, apo qështë e kuptove? Jo, nuk e kom kuptu kështë të taman, veç më patarë si një si strujt në altë në tru, përndaj më ka shkodit e guni, po s'desha sha është, tani ma të shpesha veshen, thasha shka të ndodhë, po të marru bo kesh, veç e më shku në salan telefonin me marë, kër jam gërmuc për me marë, që ato më lëshunë kamët. Kejtë edhe patarëzuën. I lajmrove prindrit, i lajmrove dikëm? Motrën e thira. Edhe nuk i kalzova taman qka është, se s'kam qefën e fort me bo, po s'bum kurash diçka me bo të madhe. Veç e thira thash, Valentin thash, apo vjen thash më më qu dit spital. Shka u bo, hajde se dush më më qu, nësi i kalzova. Tani me nëzhe edhin qika më ka pas kapë, Fëmijët kanë qenë aty dhe të kanë po, a? Kur jam rëzusë më kanë po, po masa ne po. Edhe tani, se dyqysh unë rëzova, po tani apet kisha edhe pak fuqi, si me zërë hecësha. S'më isha me hecë pa më mojti kësh. Tani qika më mojti, kur më pa motra, thash, Saran, ta qështë se ki të thirë dimën e shpejt, po më të ki thirë mu. Thash, zdi, hajtë se kur gjosa, mirë ashtë. Edhe unë ka pas gjutë në spital, që aty tani, si ku më dollë pikerit, oj Valentin thash, oj motor thash, se më ka muj. Janë të më shu ketë më duket, edhe aja tha, ollë qëto, ollë, edhe ka shku e ka marrë karocën, që ashtu tani. Aty në spital, ma, ko mujtë ma me livrit.
A ishin edhe prindrit më pas që erdhën? Jo, janë kënë Kosovë. Ata kanë qenë në Kosovë. Kërë më kanë ndonë. Edhe i këmë pason këty në Musi Kallxani. Në më zbon Marak, se e kishim për më këthy edhe pak. Në një muj, kishim me netë edhe më këthy. Tash mos ja presh një përshime, Musi Kallxani isha ka ndodhë. Edhe ta e motra normal, tha, du të mi kallëzu. Nëse tha, s'kena nevoj me kallëzu paralizën, po që i në spital. Edhe që ashtë thot i kanë thonë, tani këta me njëherë, nana baba kanë pas... Kanë orë, sigurisht. Po mjekët, qka të thoshin se rëndë? Që shkoj trajtimi, sa kishte shpresa që ti me u këthy, edhe pra fakti që po thu, ka ardhë krejt kjo si pasojë ankthit edhe depresionit, është diçka që ta thanë mjekët, është të vërtetuar nga ta? Po, në fillim, 10 ditë sa kom qenë në spital në emergjencë, po. Në emergjencë, më falë. S'ka problem. Në emergjencë, aty taman nuk e kanë ditën. Nuk deshin qka është, se nervi kështë të funksionajke, levizja jo. Edhe ata menun që nuk muj me hecë ma. Ta thanë që kanë frikë që s'mundesh me u quka? Po, që s'muj më që ma kam, që aty ma hopën këtë shpresën e jetës. Edhe, unë të lutë, të isha zotë, të hatë, bile për thmi se për veti, të isha ndasht, po që ishë me nejtë me thmi. Edhe, masa nej, mas 10 ditve, kur më kanë qume një Pa mërak, nëse s'bjen si fjallë, se është normal. Tash me siguri mendja është të funksionu në suedisht. Po, fizioterapi ku banë, po është një dëmë që të shkojnë kërë që bojnë operim. I qojnë atje për fizioterapi. Edhe më patë të në quqë aty, edhe që aty unë i thaj që asajna, e kom pas veta pet atë fizioterapeutin. Thash, për zotin thash, apo në me thash s'muj me hec ma kora? Tha qysh? Tha kush ka thonë? Thash mjek, të më kanë thonë spital. Tha jo, tha nuk është të vërtet. Minimum, tha një vjetë, në shtason hec, amo tha me hec, ki me hec, se kja është që të vjenë vish për një kutë shkurt. Se po më ishe edhe paraliz, edhe me hup mos me një, edhe mos me pa. Po mu më qëllaj paralizme. Apet thamë shë që... Për sa kohë edhe ti ishe në karotëgja atyre mujve, po? Po. Që ato muj jam kanë 3 mujë në karotës, po gjë që ato 3 mujve, normal që është trajsha, edhe hapat e parë që i kom ba, për ditëlindjet qikës tem. Qërë dhurate e mirë, në një ditë shumë veçanta. Ama kërë më thëtë, aja që ka me hecë, në që atër nuk është trajshë, sa ja kesha veç në orë me ta. Ama unë është trajshë apit hanës dhe i dilën 24 orës, kur s'mu isha, kur s'mu isha. A të bënin pytje fëmit me të pytë qka ke, ose në moshtë të vogël, që të dytë, po e ndjejnë edhe... Po, janë mërzit te për shumë. Qika ma shumë kuptaj, a mo djoli jo, s'kuptaj ke fartë. Edhe e shumë më mërzit ke, kur vekes dhe ke me shku. Edhe tanë, edhe unë vetë ke mama, ki me hecë, po mama se heci, ka më qua petë në kam, ka më qua në kam. A je sigur, se te vi që të thonë që shtët. Se jam mësu, kur jam smu të sens, kam, mirë jam. Edhe në menaj ke që veç rafsh jam të jabo që... Në ditëlindjet vajzës te i vonë e hapat e tu të parë. Po. Që kam qysh, a ndjeve vetën të gatshme, apo ndodhe i rasisht, si shdo ditë të tentu? Jo, se që është të i dhonë zarë, edhe kisha dëshirë për mi marë hapat e parë. Edhe të i dhonë zarë, ma të grune e me edhe kjo ushtrimet, fizioterapia, edhe kjo ushtrimet, po në që kjo konë spitalit që jam konë, edhe që aty dalsha, se une e pi dohanin, dalsha që aty rresha ta në ditën. Se zdesha kur kanë me pa. Amo u ka një farë si guri nërë tokë. Amo të nalë kur e shkon shë dohanin. Edhe aja nuk livritke, e që atë unë ushtrajsha. O më najsha më kapë, o më najsha kështët, o më najsha në tana mënyrat, veç për me gjithë forcën. Sa aja thaj ke dush me mashtru trunin, që di me hec. Edhe unë të tankonë, thash o di, unë e di. Edhe o më najsha kret, kur sa aja çdo herë po kem forcën ma shumë tonë. Edhe i pata kallëzu që jam të ushtru edhe vetë. Tha bravo, tha ki mu qumë shumë ma herët se sa qohën njerës. Thash i sholla. Edhe tani, nëse kom zamari, që është ditëlindja qikës. Se jam pas shumë e mërzishëm që atë ditë, edhe ushtrime thasha s'pëdu me ba. Si jam për ushtrime, se s'isha të qika.
s'jam për ushtrime. Edhe tani nejse, kur shku ma pet, tha hajde, hatri qikës më patë, hajde, hatri qikës, tha, më ushtru. E më dha forcë, edhe shkova, edhe i bona 2 hapa. 2 hapa. Vetëm 2 hapa, se s'mita. Mjaftushëm, për ato hapa ti ke prit me mujtë tonë edhe ke dhamë forcën e prej shpirtit tëndë, kështu që ja ka vlejt gjitha jo përpjekje dhe sakrifice jotja. Kritë kjo Saron, fatmirësisht ti edhe njëherë për përsëris sot je mirë edhe të regove që ankthi dhe depresioni kanë qenë prej shkaktarëve kryesor që të kanë sjellë në atë gjendje. Sot, kur përmendet ankthi dhe depresioni, ose kur i dëgjon njerëzit që ballafaqohen me situatat ndryshme që mund të çojnë në gjendje të ankthit ose depresionit, çka të vjen me ju thonë atyne, ose sot kur e dëgjon ti si fjalë, çush të bën me u ndi? Kur i ni, unë edhe pa u kom vetë, unë kur kom një gjithmonë jam mërzit për njerëz. Amo që tash nuk mërzitna. Se unë gjithmonë thamë qatë vjen për Zotit mirë se ardhë. Edhe në fakt jam gëzu që më ka ndodhë, për me di çka është jeta. E që tash kur ti një njerëz, a di në asë për mua jo kështët, unë e zakonisht i thamë veç me navë pozitiv. Mos me nda për kur gjatë tjetër, veç ti që shi. Në zemër tane, ti që ka danë. Qa da me base, që kanë të menu negativ ka më dorë. Mena pozitiv automatikisht ka më të ba. Se njeri tanë kohën të i pas mendimet e tërta, absolut që tërë ka më të ba. Këto mendimet erta të kanë shty ty që titullin e këngës tënde me Qujt e rësir edhe është shkruar komplet nga fillimi deri në fund prej teje? Bashkë me producentin tam. Është. Që kja këngë po, unë i kom të regush ka po du. Se kja është bashkë këngë e jetës për jetën teme. Gjithë shka që flitet, tregohet jeta joten? Jeta jeme që të tregohet. Gjithë shka, këtë këngë, edhe kom deshtë me banë. Qa është një fjallë ose një fjalli pjesë e tekstit që ty të prejkë sa herët të gjanë edhe sa, dëse ndërsta ke pas vështërsi edhe me inqizu? Shumë e kom pas vështim me inqizu, edhe halo ka njëherë me knu, së në knej. Apo? Amo fjalla është se për deri sa, kam nën edhe bab, kam motër e vlla, s'ka kush shumë nën, edhe për që Zotë më ka falë, qike dhe djallë. Që kjo është, po. A ju pëlqen fëmijëve? Po, shumë. Tashti ata edhe janë duke u rritë, ke pas kohë ose a janë në fazën ku ti me ju tregu atyne që andra jote gjithmonë ka qenë muzika, po e ke sakrifiku për me qenë ofër tyne edhe me qenë edhe 100% në kujdesin e tyne? Po, ata e kanë di gjithë që e kam pasion muzikën, se unë gjithë kom knu. Nuk nduti në përshpja? Unë qatë baj, tu fshi, tu bokun e knaj. Fakt, e kanë ditë gjithmonë që kanë pas janë, po nuk e kanë ditë tamam për fillimit pëses se kom dhone 100%. Edhe u kanë normal se janë kanë të vagjel, s'kom mujtë edhe s'kom desht, Milan ka gjithë vagjel, po tani ma kurë rretën, janë njësa kapak, edhe masi që smuva, masa ne kom thonë edhe qka, pa bo kongë, s'ka me lanë. Se që kjo është jeta jam, unë e du muzikën, se muzika mu më qëtëson, për gjithë shka. Edhe në fakt mos më hejtë, gati vëq muzikën të me ngaj. Apo? Po, adha qatë bëj vëq muzika jam e shkon. Vëq kongë të tjerë, va? Jo, s'jam të dishtë. Mirë, po kësi ngon tuat. Pse? Cila është ëndra jote më e madhe, që e synon, që e ke në mendjen tënde për me arrit me muzikën? Ëndra jema është në skenë më kanë, me knu, me bahala muzika. Ata e kam ëndër edhe kom pas pej që jem e vogël, po hala s'mu ka pletsu, po Po ti po punon fort drejt realizimit. Unë uroj shumë që ty të plotësohen krejt ëndrat, uroj që ti me pas shëndetin e plot, kjo ka shumë rëndësi, ka ashtu edhe fëmijët. Faleminderit shumë që më erdhe sot, kënaqësi me u taku edhe drejt për drejt këto. Shumë faleminderit edhe për juve. Shumë sukses.